Specialistët e seksionit për trafiqet e palikshme në bashkëpunim me forcën operacionale në Tiranë kanë goditur një tjetër rast të kontrabandimit të qenjeve njerëzore, duke finalizuar operacionin e koduar Relay. Gjatë këtij aksioni u vunë në pranga 3 persona, 2 prej të cilëve u kapën në flagrancë pranë rrethorrotullimit të rinasit, teksa transportonin 5 emigrant me destinacion final Italinë. Të arrestuarit, shtetasit me iniciale HZ dhe HV, u premtonin emigrantëve kalimin ilegal drejt shteteve të Bashkimit Evropian kundrejt një pagese prej 2500 eurosh për person. Bashkë me ta, u arrestua edhe një shtetasi huaj me iniciale HM, i cili dyshohet se luante rolin e organizatorit, duke u marrë me grumbullimin e emigrantëve që vinin nga vendet e treta. Gjatë operacionit, policia sekuestroi automjetin që përdorej për transportin e paligjshëm, ndërsa materialet i kaluan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Hetimet po vijojnë në bashkëpunim me organin e akuzës për të identifikuar persona të tjerë që mund të jenë pjesë e këtij rrjeti kriminal.